Në Pallatin e Kongreseve u bën homazhet në nderim të ish kryeministrit dhe liderit historik të Partisë Socialiste Fatos Nano. Në ceremoni shtetërore të nderimit për Fatos Nanon u zhvilluan homazhe dhe vendosën kurora me lule qytetarë dhe personalitete nga fusha të ndryshme, ndërkohë që në vijim nga ora 11:15 deri më 11:45 zhvilluan homazhe dhe personaliteteve shtetërore dhe të trupit diplomatik. Në homazhe morën pjesë kryetari i Kuvendit Niko Peleshi, zëvendës kryeministra, njëherësh ministre infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku, ministra për Evropën dhe punët e jashtme Elisa Spiropali, si dhe ministra të tjerë të kabinetit qeveritar. Po ashtu, homazhe zhvilluan dhe ish kryeparlamentari Gramoz Ruçi, sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste Blendi Klosi, kryetari i grupit parlamentar i Partisë Socialiste Taulant Balla, si dhe deputet të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, si dhe personalitete me kontribute në këtë forcë politike. Në nderim të ish kryeministrit Fatos Nano, në Pallatin e Kongreseve u zhvilluan po ashtu homazhe dhe me përfaqësues të trupit diplomatik të akredituar në Tiranë. Të pranishëm në homazhe ishin dhe deputet të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, si dhe politikan nga opozita, si Agron Tuka, kreu i Partisë Agrare Ambientaliste apo Fatmir Mediu i Partisë Republikane, po ashtu dhe ish kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha. Në homazhe morën pjesë dhe drejtues të pushtetit lokal, po ashtu i pranishëm ishte dhe kryekomisioneri i KQZ Ilirian Çelibashi dhe kryetari i gjykatës kushtetuese Holta Zaçaj. Ndërkohë përfaqësues të komuniteteve fetare në vend, akademik, artist, gazetarë, përfaqësues të fushave të ndryshme, ishin të pranishëm në hollin e Pallatit të Kongreseve dhe kaluan me radhë për të kryer nderimet e fundit në kujtim të ish kryeministrit Fatos Nano. I pranishëm gjithashtu në homazhet për ish kryeministrin Fatos Nano ishte dhe Albin Kurti. Unë besoj që pjesëmarrja e ka shumë njerëzve këtu për ta përcjellë Fatos Nanon sot është, besoj unë, ajo që duhet vinë evidencë. Për te individëve, ishin masë shumë e madhe njerëzish që duan t'i japin lëmë të mirë. Janë njerëz që kanë luftuar me të, janë njerëz, pak në brezit tim, që u rritën Partisë Socialiste dhe me të. Dhe natyrisht, besoj unë që shpreha mirënjohje sot është gjëja e duhur për të bërë. Dua të sjell në vëmendje faktin që Fatos Nano i dha mundësi gjithëve, pa përjashtim. Edhe atyre që ishin në rrënojat e Partisë Punës, e dolën prej saj, edhe gjithë tjerëve që u bashkuan Partisë Socialiste më pas. Pa i mohuar kërkujt mundësinë për të rritur, për të punuar, për të zhvilluar, dhe natyrisht edhe për të bërë karrierë brenda Partisë Socialiste të Shqipërisë. Ju dha lirinë e mundshme që të bëheshin njerëz më të mirë. Sot është dita. Arja është e dhimbshme, iku para kohe në botën tjetër, ashtu siç iku para kohe edhe nga politika aktive, gjë që nuk duhet ndodhe. Unë më them që nga dita e parë që kemi punuar bashkë me themelimin e partisë e deri në fund, do thoja që për ne qenia e Fatos Nanos në krye të partisë ka qenë një bekim i madh. Dhe ne falenderojmë Zotin që na dha një Fatos Nano. Nuk ishte shumë e lehtë, është kollaj të flasim sot për tranzicione, për reformatorë e tjera. Ajo periudhë ka qenë jashtëzakonisht e vështirë, ka qenë një kalim kapërzyll nga një sistem në tjetër, dhe Fatos Nano në krye të partisë ditit përballoi të gjitha sfidat. Ai erdhi zotni në politikë dhe iku zotni nga politika. Zoti Zaneli, ju keni qenë sekretari i parë për marrëdhëniet me jashtë në Partinë Socialiste. Mund të na kujtoni çfarë ju bët me Fatos Nanon për sa i përket marrëdhënieve ndërkombëtare? Edhe kjo ishte një temë shumë e rëndësishme, sepse të dalish nga një parti komuniste, nga Partia e Punës, dhe të thuash thjesht ndryshua me emrin edhe u bëm socialistë, dhe kjo nuk ishte tepër e besueshme, jo vetëm brenda vendit, po edhe jashtë. Dhe ne kemi qenë, nuk kam pas fatin që ta shoqëroj të jemi bashkë pothuajse në gjithë Europën, në takime me partnerët socialistë,
dhe fatosin në bisedime, jo vetëm në atë kohë, edhe më vonë kur unë ishte në diplomaci, në Gjermani dhe në Greqi, fatosin tavolin ishte brillant. Ishte njeri që njifte kompromisin, që njifte gëlltitjen, që njifte bashkëpunimin, që njifte tolerancën, dhe unë mendoj se largimi ti nga jeta është një humbje e madhe, jo vetëm për Partinë Socialiste, por edhe për Shqipërinë. Në fjalën e mbajtur gjatë ceremonisë martore në hollin e Pallatit të Kongreseve, bashkëshortja ish kryetarit të Partisë Socialiste Fatos Nano, Gjoana Nano, mes lotësh e cilësoi Nanon si njeriu që e deshi jo vetëm si person, por edhe për vizionin e një Shqipërie ndryshe, tjetër nga ajo që po kalonim. Gjoana tha se Fatosi ishte i vërtet, ai nuk dinte dhe nuk donte të shtirej, e urrente populizmin. Ishte i drejt për drejt, ndonjëherë kokëfort dhe i vështirë, por gjithnjë i ndershëm me veten dhe të tjerët. Ai e donte këtë vend me gjithë shpirt, dhe pavarësisht çmimit të lartë personal që ju desh të paguaj, nuk hoqi kurrë dorë nga përpjekja për ta parë Shqipërinë më të drejtë, më të begatë, më demokratike dhe mbi të gjitha, më njerëzore. Të tillë paraqitja e Shqipërinë edhe në takimet ndërkombëtare me burrat e shteteve, nga Washingtoni në Bruksel, Paris, Londër, Athinë, Stamboll e gjetk, në takimet ku tingëlloi veç të tjerave edhe elokuenca e tij e njohur. Për të gjitha këto sot, me zdimje së thellë, kam një ndjenjë edhe më të lartë mirënjohje. Mirënjohje që pata fatin ta njihja. Mirënjohje që pata fatin të ecja krahti. Të qeshnim dhe të vuhanim bashk. Të jetonim. Dua t'i them edhe njerë publikisht. Faleminderit Fatos. Faleminderit që më deshe dhe që më the mundësinë të të dua. Faleminderit që ishe ky që ishe. Faleminderit që edhe vetën tënde, të gjithën, pa kursim, për mua, për ne, për vendin tonë. Do të mbetesh për herë në kujtesën tonë, jo vetëm si burr shteti, por mbi të gjitha si njeri u ynë. U presh në paqen pranë Zotit. Në këtë ceremoni, gjithashtu mbajti dhe fjalim djali i tij Sokol Nano, i cili u shpreh se ishte mirënjohës për fjalët e ndjera. Në emër të familjes, i shpreh mirënjohjen shqiptarëve kudo që ndodhen. Familjen time e ka lidhur fati thellësisht me shqiptarët dhe kemi ndjerë dashurinë që kishit për Fatosin. Por sot është një ditë ndryshe, pasi sot Fatosi, babai, gjyshi, lideri ikën nga kjo botë, por vetëm fizikisht. Të afërm e dashamirës. Jam thellësisht i prekur nga gjithë vëmendja për kujdesja dhe dashuria juaj që kam ndjerë për babain tim në këto ditë të vështira për familjen tonë. Ju jam mirënjohës për fjalët e ndjera, mesazhet e panumërta, telefonatat nga të katërt anët të botës në nderim të tij. Në emër të familjes, ju shpreh mirënjohje shqiptarëve ku ndodhen, në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Malinezi dhe diasporë. Familjen time e ka lidhur thellësisht fati me popullin shqiptar, dhe ne kemi ndjerë mbështetjen e njerëzve që e kanë dashur Fatosin dhe familjen tonë shpesh dhe të qartë. Por sot është një ditë ndryshe. Sot Fatos Nano, babai, bashkëshorti, gjyshi, daja, miku, lideri, ikën nga kjo botë, por vetëm fizikisht. Imati ishte i pari që më foli për demokracinë. I pari që nuk e kishte frikë humbjen
sepse ai ishte një kalorës dhe më dha mësim me forcën e shëmbullit. Ai më mësoi shumë çka, garën e vërtet, udhëheqjen si përgjegjësi, ringritjen. Ai ishte njeriu shumë dimensional, që më foli për socialdemokracinë, për ekonominë e tregut, për Shqipërinë europiane, për distancimin nga Afrika, sepse ai e donte lirinë si frym, jo si slogan. Ai besoi gjithmonë se politika shkonte përtej luftës personale. Ai ngrinte ura, nuk ndërtonte mure. Ai mbodhi ide, kulturë dhe qytetari. Ishte i butë dhe hokatar, tolerant me gjithkënd që mendonte ndryshe, brillant në argument, i ashpër dhe i drejtë kur kërkoi vendim dhe kurajo. Sot i them Lamtumir Timeti dhe faleminderit për trashëgiminë e vyrë që na la. Faleminderit kampion për guximin, për kulturën, për qytetarinë, për batutat, për kokëforcinë dhe për zemrën. Për lirinë që na mësove ta mbrojmë, brenda dhe jashtë vetes. Ne do të të kujtojmë si baba, si shok, si burr i rrallë shteti që vuri atë dheun përpara vetvetes. Faleminderit. Kryeministri Edi Rama ka vlerësuar figurën e të ndjerit, si dhe ka sulmuar të gjithë ata që e luftuan në jetën e tij politike, ndërsa pas lajmit të ndarjes nga jeta të liderit historik, i qëndisën fjalë ngushëllimi. I thonë një fjale vdis pa të dua. Sa të doja i dashur Fatos të uleshim sonte në një nga ato darkat tona të rralla të viteve të fundit, plot me shijen e ajrit pastruar mes nesh, e t'i kalonim deri vonë në atë revistën tonë të ngjarjeve e të personazheve të ndryshëm, tërë që tha e që shkrua për ty, qysh se doli lajmi që këtë herë t'i ike për gjithnjë. Po sa të pas kanë dashur e të pas kanë admiruar mor buri dheut. Po dhe ata që se lanë shkop ndër rrota pa të vënë, dhe gurë në kuriz pa të hedhur, me zi që pas këshim pritur, të ta tregonin dashurin e adhurimin, sa po ta merrin vesh që nuk do t'i hapësh më sytë. More deri dhe ata që të kallën burg, duke t'akuzuar si vjedhës, dhe që erdhën të vrasin në zyrë, duke të mallkuar si vrasës, e që të lëshuan mbi fytyrë për vite e vite tëra me radhë, tërë të zeza dhe gjuhës shqipe, veç ta shije se si ti kanë qëndisur aq bukur fjalët e admiratës tyre. Plasja më vjen që si jemi do të sonte për një darkë që s'do kishte të paguar. Po ndërkohë, në vend se të qeshja ca me ty sonte, mua më duhet rendis fjalët e një lamtumire, të cilën, të them drejtën, nuk e imagjinova do të fare hiç, as pasi miku ynë Solis më shkroi me keqardhje të madhe se kishe hyrë në një koma irreversibile.